Nëse deri dje kërkesa për rishikimin e teksteve shkollore në Kosovë e Shqipëri, ku flitet për perandorinë osmane, ka qenë e autoriteteve shtetërore turke, tashmë pjesë e saj bëhen edhe historianët. Nga Tirana i ftuar për një konferencë mbi luftrat ballkanike, historiani turk Mehmet Hajisalioglu sjell teza provokuese që pritet të hapin debat. Në argumentin se shqiptarët kanë qenë drejtuesit kryesor të administratës osmane, historiani mohon përdorimin e termit pushtim, pasi sipas tij vetë shqiptarët kanë drejtuar disa nga vendet kryesore në nënçatinë e perandorisë osmane. And many people see the Ottoman Empire as occupation in Albania. Asnjë popull tjetër në Ballkan krahasuar me shqiptarët nuk ka patur pozita kaq të larta në perandori. Atëherë nëse ky ka qenë pushtim sipas teksteve aktuale shkollore, i bie që shqiptarët të kenë pushtuar Egjiptin, Trabzonin apo Bullgarinë e shumë vende të tjera, pasi shqiptarët kanë qenë drejtues të administratës. Nuk është korrekt përdorimi i termit pushtim. Edhe Kosova pas pavarësisë i ndryshoi tekstet, duke e përshkruar perandorinë osmane me nota negative. As kjo nuk është e drejtë, pasi Turqia ishte ndër vendet e para që njohu pavarësinë e Kosovës. Por historiani nuk mjaftohet me kaq. Ai shkon më tej duke mohuar konvertimin e shqiptarëve në mysliman me forcë. Sipas Hajisalioglu, shqiptarët u islamizuan pasi drejtuesit e tyre e kishin më të lehtë për të ruajtur pozitat dhe pronat nëse konvertoheshin. Albanians have many notables, yeah? Fisnikët shqiptar të asaj kohe kanë parë konvertimin në mysliman si një mundësi të mirë për të ruajtur pozitat që kishin. Duke u kthyer në mysliman, ata e patën më të lehtë të favorizoheshin nga perandoria osmane, duke ruajtur dhe pronat. Ndaj jam i bindur se konvertimi nuk është kryer forcërisht. Historiani ka marrë me vete edhe këtë pyetësor të cilin pretendon ta shpërndajë në shkollat e Tiranës për të kuptuar se cili është imazhi i Turqisë dhe osmanëve në librat e historisë. Sipas tij, ky projekt po realizohet në 15 vende jo vetëm të Ballkanit, dhe nga të dhënat e deri tanishme, imazhi perandorisë osmane konsiderohet si negativ në tekstet shkollore.